Përshëndetje toksor, përshëndetje toksore, ju sapo kemi mbritur, jemi live këtu në MCN TV dhe në zonë e lirë në YouTube. Ledio e shfaq tani direkt në ekran. Bëni një subscribe për qefin tuaj, mos kuseni, nuk ju kushton asgjë, 0 lek. Ky është episodi 1067. Kjo është pjesa e para e emisionit. Sonte është e mërkur, ora 22:01, data 8 prill 2026. Jam në studio me Sebastian Zonjën, gazetar plus në MCN TV. Sebastian, mirëmbrëma. Dhe sigurisht më është rikthyer ambasadori Roland Bimo, ambasador mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Pa unë burko ambasador, sonte jemi këtu në fakt sepse i bie fiks 24 orë, bile më pak se 24 orë i bie. Tamam, 24 orë nga anëpushimi 2 javor që paralajmëroi Trumpi në rrjetin e tij social Truth. Ndërkohë, me sa duket, lajmi i fundit fare është që Netanyahu pas ka dalë tani një deklaratë për shtyp dhe ka thënë që ne nuk kemi mbaruar punë akoma, as me Libanin, as me Iranin. Plaset fabula në ekran, Ledio. I fa mënyre i doli parashikimi i ambasadorit sepse në fillim fare, emisionin e parë që kemi qenë të kemi folë për Iranin, ka thënë, fatikisht erdhi shumë afër parashikimi, ishte i kujdesshëm ambasadori, e më besoj zoti Bimo, që kjo luftë e pa nuk do të zgjasë shumë, dhe e dyta nuk ka thënë se kush fiton. Dhe fatikisht këtu jemi sot, të dyja parët kanë shpallur fitoren. Kjo është, le të themi, thonjza çudia më e madhe. Po para se ja fjalën ambasadorit na bëj një panoramë si e shikon ai nga këndvështrimi i tij, gjithë historinë, po themi 5 javë e gjysmë, pak a shumë 6 javë bombardimesh në Iran, dhe ku ka mbritur situata sot dhe çfarë pritet të ndodhi në ditët në vijim, duke parë nga të gjitha këndet, ekonomike, ushtarake, shpëtimi i këtij pilotit kolonel që e shpëtuan, si e shpëtuan etj. Me ndryrën e CIA-s, rrahjet e zemrës thonë sa, e kanë kapë me rrahjet e zemrës këtë, ishte këto lajmet e fundit që qarkulloi, nuk kuptoa se si, mund ta identifikojnë përveç atyre aparatave që ka ai, identifikojnë me rrahje e zemrës, tani po mi thoshin. Le të shohim pak, a kemi sinkrone Ledio këtu para se jam i fjalën ambasadorit, të krijojmë një panoramë. Nuk kemi sinkrone, kemi të imazhe. S'kemi sinkrone. Imazhe ilustruese kemi vetëm. Kemi imazhe të bombardimit në Liban, më duket sot. Po. Okej, atëre ambasador. E para një herë, a ka sens kjo që na than anëpushim 2 javor është një mënyrë për të dalë përfundimisht nga kjo luftë, ato bombardime, apo është thjesht për të fituar kohë dhe për të rifilluar? Si e shikon të gjithë në këtë, se ti e ke ndjekur me shumë vëmendje? Kam përshtypjen që ishte më shumë një artific për të dalë nga ngërçi që u krijua me kërcënimin gati absurd, një kërcënim që fare mirë nesër pastresë në një gjykat mund të konsiderohet si qëllim, si synim genocidal, domethënë, të tentosh të shkatërrosh një qytetërim të tërë. Dhe anëpushimi ishte mekanizmi më ideal për të dalë nga një lloj alibie, nga ky qersokaku ishte përdotur situata, ndonse shumica e analistëve që kam lexuar unë nga ato që nga momenti që u publikua ultimatumi dhe derisa u njoftua anëpushimi, shumica e njerëzve marrin frymën dhe pristin se çfarë do të ndodhte, ndoshta realisht presidenti kishte ndërmend që të vepronte mbi bazën e asaj që kishte. Le të kujtojmë që ka qenë deri mbrëm në orën 2 të natës kjo histori, rreth orës 2:30, gjysmor para mbarimit të afatit. Ndërkohë një nga analistët për mua më të besueshëm dhe më të themi me këmbë në tokë, ishte një duket me origjinë persiane duhet dhe iraniane, Trita Parsi, në drejtori apo zëvendës presidenti i Institutit Quincy në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai ishte ndër ata që u quajt profeti që arriti të thoshte që jo, ky është blof. Nuk ai tha është blof. Është blof sepse tha po të shikosh ato i quhet pattern, ato i quhet forma se si vepron presidenti Trump, është që përpara një tërheqje, përpara tako, Trump always chickens out, bën gjithmonë një deklaratë bombastike. Qartë. Për të dhënë përshtypjen që iranianët tash janë dakord me këtë anëpushim, se i trëmba unë, u trëmbën nga pra
duke studiuar këtë formë të përsëritur të presidentit të Bashkuar në raport me negociatat, ai qysh momentin që u postua kjo deklaratë e presidentit, tha që është blof. Dhe sot shumë nga analistët që e intervistonin e konsideronin një profeci domethënë goxha të saktë. Qartë. Por ai tha që kjo që ka ndodhur tregon disa gjëra interesante, ndër të cilat është e para që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë humbur kontrollin mbi këtë luftë. Pra që në ditën e 4 të luftës, edhe deri tashti që mund të jetë dita 35-36, Shtetet Bashkuara janë luhatën sa nga një objektiv në një objektiv tjetër, sepse objektivi fillestar, për të cilin ata kishin besuar informacionin që besohet që ka qenë nga Izraeli, në 14-15 shkurt ka qenë kryeministri i Izraelit për vizitë në Shtëpinë e Bardhë dhe janë ulur në ashtu quhetur si quhet ajo situation room, domethënë ndiqen të luftës dhe dikush me dashakeqësi thotë që në vendin e presidentit ishte ulur kryeministri dhe presidenti ishte ulur përballë atij. Ndërkohë që prezenca e një kryeministri të huaj në atë sitcom është një gjë shumë e rrallë, ndërsa e pa ndodhur ndonjëherë. Hollësirat më janë, trita parë vënë duke përveç mungesës së kontrollit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj luftës, faktin që ushtria amerikane tashmë e ka humbur atë autoritet që gëzonte përpara se ta fillonte këtë luftë. Pra miti i supremacisë ushtrisë amerikane ka psuar një çarje të madhe. Ambasador, e thoni me siguri këtë gjë? E thot Trita Parsi, unë po përsërit... sipas ti? Sipas tia. Sipas tia, po e them edhe unë. I besoj aq shumë atij personit, domethënë nga çka e kam ndjekur gjatë gjithë kësaj periudhe, është jashtëzakonisht i saktë. Gjithsesi, një gjë është fakt, që nuk e mohon askush, që dëmet që janë shkaktuar, se thuash, kompleksit militar, që quani ju, iranian, nuk janë të vogla, apo jo? Që shkaktuan në këto 5 javë gjysmë bombardime. Flota iraniane, gjithë to bazat që kanë ata atjerë, por uraniumi ndoshta nuk arritën të gjë, por goditet që i ka dhënë nga bombardimet janë shumë të mëdha, pra e kanë krijuar një dëm shumë të madh që nuk e sa kohë do që ti ashtu prap. Kjo merret si referencë, mund ta marrë si... Patjetër, po problemi është që ne do duhet të krahasojmë me objektivat dhe jo ushtrit përballë njëra tjetrës, sepse nëse do krahasojmë ushtrit amerikane dhe iraniane, padyshim nuk ka asnjë lloj kuptimi ti krahasosh aq superior janë amerikanë. Po ndërkohë, objektivi i ushtrisë amerikane është që të kapitullojë Irani. Irani nuk ka kapitulluar. Jo. Objektivi i ushtrisë iraniane është që të mbijetojë Irani dhe Irani ka mbijetuar. Në krahasim të arritjes... Në krahasim me objektivat, Irani shumë afër arritjes objektive dhe se sa është Amerika arritjes objektive. Madje dhe Ormuzi vetë, ngushtica nuk ishte fare në fillim fare problem, u bë më vonë, mes duke nuk ishin llogaritë amerikanët. Pra diku në këtë po të kemi parasysh në një luftë janë 4 element dimensione kryesore. Një është narrativi, 2 është politika, 3 është ekonomia, 4 është ushtria. Dhe në luftën narrative që bëhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Irani, shumë shpesh po ndodh këto ditë që janë më përpara iranianët për të përfshirë dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në memet që përdorin dhe një prej tyre shumë e suksesshme që kishte shumë viralitet në rrjet ishte që përse duhet luftojmë për hapjen e ngushticës, kur ngushtica ishte e hapur para luftës. Po, qartë. Duhet bëjmë një luftë që të hapim ngushticën që ishte e hapur. Qartë. Dhe me këtë lodër fjalësh ata fitojnë shumë popularitet edhe tek ata që deri dje kanë parë si me dyshim për shkak të një regjimi teokratik, e gjitha ato që dihen për regjimin gjakatar, po themi, siç konsiderohet nga perëndimi i Iranit. Kështu që në këndvështrimin e mitit të supremacisë ushtrisë amerikane, ky mit për iranianët, le ta shprehim ndryshe. Është dëmtuar rënd. Për mua mase nuk është dëmtuar, por për iranianët është dëmtuar rënd. Pra kërcënimet që vijnë nga Amerika për masa ushtarake ndaj Iranit nuk pinë më ujë si përpara se ta provonin këtë. Qartë. Dhe kjo sjell si pasojë që Shtetet Bashkuara të Amerikës do duhet të kenë kapacitete diplomatike për të hyrë në rrugën e bisedimeve, për të biseduar një zgjidhje me Iranin. A do e kenë Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë stomak, këtë predispozicion për të biseduar apo jo, mbetet për të parë se zoti president është goxha impulsiv dhe nuk ka stomak për të duruar diplomacinë.
Dhe në këto kushte, duket që armëpushimi është shumë i brisht, pastaj gjithsa thash deri tani, ishin pa rifilluar sulmet e Izraelit. Ndërkohë që po ky person, ky analist, vinte në duke që paqja është e brisht edhe për shkak të silurimit apo minimit që mund të bëhet nga ana e Izraelit, sepse Izraeli nuk do në asnjë mënyrë që të ndërpritet lufta deri këtu, pra s'është çudi që ajo që do Izraeli, se kemi përmendur edhe në emisione tjera, është shkatrimi total i Iranit, dhe do ishte shumë i lumtur nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta ndërmerrnin atë që premtoi zoti president që do shkatronte civilizimin e Iranit. Sipas një analisti goxha me këmbë tokë, duket është një Robert Pape, i Universitetit të Chicagos. Robert Pape. Pape. Po. Pape. Ai thotë, duke kërcënuar 92 milion iranian me zhdukje, ti jep frymëzim dhe motivim të 92 milionëve që të punojnë natë e ditë për të bërë bombën bërthamore që t'i lënë rehat. Qartë. Kështu që gjithë kjo luftë, për mua pyetja shtrohet, zoti Trump e bën enkas që t'i çojë iranianët drejt armës bërthamore, që të mos i ngacmojë më njëri iranianët dhe të ketë paqe në lindjen e mesme. Pra është e kundërta e gjithë asaj që ka deklaruar, sikurse është e kundërta asaj që deklaron që do t'i zhduki gjithë civilizimin ndërkohë, pastaj shpall armëpushimin. Thotë, po luftojmë që të mos kenë armë bërthamore ndërkohë, duke bërë kërcënim që do t'i zhduki si komb, i shtyn që të kenë armë bërthamore. Nuk e di, duket si lloj fjalësh kjo që po mundohem të them, po. Jo, po është e qartë. Domethënë, sipas Robert Pape, Irani i ka të gjitha motivimet tash që ato 400-500 kg uranium të pasuruar në 60%, në një dhomë me kuzhinë, 60 metra katror i duan, 4-5 centrifuga, ti çojnë 90%, ti montojnë në një raket nga ato që i ka me. Është kaq e thjeshtë? Kaq e thjeshtë. Sipas është një shkencëtar i Universitetit Teknik të Massachusettsit, Theodore Postol, i cili thot në kushtet e Iranit me dijenin që ka, me fuqinë intelektuale, me shkencëtarët që ka atje. Shkencëtarët që ka, është çështje ditës që mund të ketë i bërë. Pse se kanë bërë gjithë këto vite, më thua? Sepse ka qenë në fuqi fatva e atij që u vra, Khameneit, që bomba bërthamore është haram. Sipas po, ai ka 2 urdhra fetar që i ndalon iranianët që të bëjnë armë bërthamore sepse është haram, domethënë është armë shkatrimit të mas. Domethënë arma bërthamore vret edhe civil, nuk vret vetëm ushtarak. Dhe si e tillë është ndaluar nga Kurani. Ambasador, duke qenë se jemi në momente live, jemi duke përjetuar një lloj historie. Nuk e se të mbahet mend kjo histori pas 100 vjetësh, por gjithsesi kjo luftë është një luftë e parë ndaj Iranit në tilla përmasa. Nuk ka pasur në këto 40 sa vjet që regjim që janë ata. Është absolutisht historike. Është historike. Dhe prandaj më lejoj që të lexoj lajmin e fundit, që të jemi të updateuar. Sebastian. Lajmi i fundit, Irani e mbylli përsëri ngushtisën e Hormuzit të mërkurën, më pak se 24 orë pasi ra dakord për një armëpushim 2 javor të ndërmjetësuar me ndërmjetësimin e SBA-s dhe Pakistanit. Mbi 800 anije mbetën të bllokuara aktualisht në gjirin persik, me vetëm një numër të vogël tranzitesh të regjistruar krahasuar me një mesatare kohë paqeje prej rreth 135 në ditë. Sipas Bloombergut kjo. Bloombergut dhe Le Monde ndoshta. Po. Marina e Iranit paralajmëroi se do të shkatronte çdo anije që kalonte tranzit pa leje, ndërsa Këshilli i Sigurisë tha se duart tona mbeten në këmbëz. Këmbëz. Arsyeja është sepse vazhdon Izraeli të godasë Libanin. Pra, kjo është arsyeja. Po qartë, dihet ai mohabet. Po para se ja fjalën e Sebastianit, sepse jam i bindur do ketë pyetje ambasador. Por ta thënë thjesht për një publik që po na shikon tani dhe që gjithsesi është një publik, unë mendoj që është publik relativisht i mençur dhe smart. Absolutisht. Ai që po na shikon. Absolutisht, nga sa kam kuptuar nga komunikimet është shumë i përgatitur. Po. Pra ke qetë flasësh me ta. Absolutisht. Madje tani janë duke shuar në Totus tu te ky QR kodi, e pas kanë bërë atë skanimin logini dhe janë duke bërë pyetje, po do lexoj pak më vonë. Ambasador, në fakt po ta themi fjalë thjeshta. Çfarë ishte gjithë kjo gjë që pam ne si spektator në këto 5 javë gjysmë, 6 po themi. Ishte një luftë e vërtet, ti lëm synimet edhe objektivat, ishte një luftë e vërtet, ku SBA-ja hyrje seriozisht për 1, 2, 3, 4 arsye, për Izraelin e para dhe pastaj për arsye tjera, apo ishte thjesht një stërvitje, një test për të vënë në provë dhe për të provuar armët që ata prodhojnë dhe që si kanë si shtet tjetër. Armë bile sipas
vetë Trumpit dhe këti thuaje G.D. Vance-in, publiku nuk i nje fare, janë dhe zanë të reja që në nuk i dim se qa janë, a i e tha dhe vetë. Pra, si pas jush, ambasador, qa ishte kjo? Ishte luft apo ishte përgatitje për luft? Për të testuar armët e tyre? Do duhet... Se ka shumë analisë që thonë ishte test, ishte dhe test. Test për jo për armë. Jo për armë, thonë ju. Jo, duhet thirrur në ndihmë Clausewitz, që mbahet si një nga teoricienët më të mëdhenj të luftrave. Ka një thënie shumë të thjeshtë, por shumë kuptimlodhe, që lufta është vazhdimi i politikës me mjete të tjera. Po. Pra, në qoftë se ka një luftë që po bën Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet deshifruar kush është objektivi politik i kësaj lufte, që padyshim nuk është opozita iraniane që të vijnë për Jo, sigurisht. Nuk besoj se janë armët bërthamore, për sa kohë Irani një ditë përpara me datës së 7 shkurt, përmes ministrit të jashtëm të Omanit dhe këshilltarit për çështjet e sigurisë të Britanisë Madhe, Emin Powell, kishin bërë me dije që ishin dakord me të gjitha çfarë kishin kërkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetëm mos fillonte lufta. Dhe megjithatë, megjithëse iranianët ranë dakord, pra duhet të them që edhe armët bërthamore nuk kishin objektivi. Nuk kishin objektiv. Kësaj lufte. Pra, opozita dhe shtypja e popullit iranian nga kasta atje e ajatollave nuk ishte. Kjo armë bërthamore nuk ishte, të heqim ato pra të bëjmë me rregull përjashtimi. Çfarë nuk ishte tjetër? Izraeli ishte apo s'ishte? Izraeli është çështje më vete. Do më thënë, Shtetet Bashkuara të Amerikës... Është arsye pse Trump i filloi këtë luftë? Është Izraeli? Ka shumë që janë të kanë paranojë. Qofse do mendimin tim personal, po. Por nuk është i vetmi, thonë ju. Është e vetmi arsye. Shumë njerëz në Amerikë thonë që Amerika ka interesat e veta për shkak të petrodollarit, të lëvizjeve të Iranit në drejtim të shitjes së naftës me UN, të rënies së Iranit në influencën e Kinës. Pra, ka dhe objektiva amerikane. Për mendimin tim, fakti që kryeministri i Izraelit ka vizituar Shtetet Bashkuara të Amerikës 7 herë brenda një viti që kur ka filluar Trumpi punën në shpital. Qartë, dallohet, është hapur, po. Është qëllimi duket. Dhe vetë mënyra se si janë zhvilluar ngjarjet, dhe kjo që po ndodh tash, ku Izraeli është ai që saboton, siluron, minon çdo përpjekje për paqe, do të thotë që është ai i interesuar për vazhdimin e luftës. Ajo që thash pak më përpara, juve pyetet a është moment historik. Po. Një minutë vetëm. Po përjetojmë po tjetër. Pse është moment historik? Po. Për shumë analistë, të cilët janë të mendimit se duke analizuar çfarë kanë thënë zyrtarët më të lartë amerikanë, i Thesarit, Departamentit Shtetit, vetë presidenti në fjalimin e inaugurimit, ata në fjalimet që kanë mbajtur në Senat për në momentet e konfirmimit. Ky ekip që erdhi në fuqinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës kishte për detyrë të realizonte një tërheqje të kontrolluar të angazhimeve imperiale të Shtetit Bashkuar të Amerikës në botë. Pra, të largimit të Amerikës nga roli i policisë ndërkombëtare. Dhe deklaroi këtë gjë. I xhandarit ndërkombëtar. Po. Tash si bëhet kjo? Kjo do një shkak që të bëhet, dhe një nga shkaqet e kësaj lufte është dhe pikërisht edhe kjo, për të realizuar këtë tërheqje të programuar nga ata vetë, nga detyrimet e tyre. NATO s'na ndihmoi, Dori Rubio tha ne harxojmë kaq para, tha, tani tha po mendojmë të tërheqim bazat tona, tha nga praktikisht ishte një kurth ju duhej kjo luftë si alibi për të tërhequr, ambasador? Për ta diskredituar NATO-n totalisht, se ata nuk janë tërhequr për tërhequr, po e kanë thënë. I kanë bërë me dijet gjithë vendeve të NATO-s që mbajeni e paçi me shëndet, por nuk është se ka për të shërbyer për ndonjë gjë, domethënë. Dhe ne kishim nevojë për ju tani ju sa erdhët, mbroni vetë. Është e gjitha e sajuar, sepse ai e di fare mirë që në mënyrë që ata të vinin në ndihmë për atë që do duhet kishte bërë një mbledhje këtu, një mbledhje këtu, një ai si lajmëroi, po. Po ai si lajmëroi, bën si ka që vetë i thotë kisme erdhe unë takim edhe unë po. Cili është qëllimi që mos që ne se do të bien pre e retorikave, se kanë retorika. Tërheqja e kontrolluar pra nga angazhimet ndërkombëtare dhe angazhimet në NATO janë një pjesë e tërheqjes së kontrolluar. Për të mos thënë tjetrën që NATO nuk është produkt i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por është produkt i Britanisë. Dhe Amerikanëve, si puna e zotit Trump me kompani që janë sot në pushtet, ju duket që janë përdorur nga Perandoria Britanike si giganti budallaj që kanë tërhequr, kanë çuar në për luftra gjithandej për interesat e tyre, dhe këta thonë tash që stop, ne nuk kemi më shërbëtorët tuaj që t'i shërbejmë Perandorisë Britanike, po do të kthehemi sistemit hamiltonian të si thua modelit ekonomik, jo tregtisë lirë, po merkantilizmit ku çdo shtet ka tarifa, kufi, e kështu me radhë. Dhe para se t'ja lë fjalën Sebastianit, Kina në këtë histori, ka qenë një objektiv për amerikanët?
duke goditur, sepse Kina ditë që është klient i madh në Iran apo jo, i naftës dhe i gazit dhe i këtyre. Ka qenë një objektiv për ta vënë pak Kinën në vështirësi? Dikush do më thotë, po, atëherë pse autoroq ka shpejt? Në pamjet parë, po, në realitet jo, sepse bisedimet midis kompanive kineze dhe amerikane për ripërcaktimin e çmimeve të produkteve kryesore që dalin nga gjiri, ka vite që vazhdon. Qartë. Edhe ato kinezë tani kalonin prapa atje, pavarësisht gushtit, pavarësisht bllokimit. Në strukturën ekonomike ke lëndët e para, pastaj manufaktura, pastaj dituria, pastaj financa. Ai që përcakton çmimet e lëndëve të para është financa kryesorja. Qartë. Në lëndët e para ke Rusi, Ukrainë edhe gjithë to që prodhojnë dhe vendet e gjirit që prodhojnë lëndë të para. Pastaj manufakturën e kanë kinezët, dhe kinezët janë, si thua, çdo gjë që prodhohet sot në botë ka komponente kineze. Një financier amerikan kishte bërë një eksperiment, kishte kërkuar një produkt amerikan pa komponente kineze. Dhe ajo që kishte ardhur më afër të gjithave ishte prodhimi i disa fixhanëve, të cilët kishin 30% përbërje kineze në to. Pra, minimumi që mund të prodhosh në Amerikë sot pa komponente kineze është 30%. Shumica e gjërave që prodhohen janë me komponente kineze në kuptimin ose punë, ose lëndë të para. Qartë. Në këtë këndvështrim, ekonomitë të dy vendeve janë kaq të ndërthurura, sa që lufta midis tyre është më shumë lojë për publik se sa është luftë reale. Qoftë se shërben një shembull nga jeta konkrete, kur kanë ardhur ujgurët në Shqipëri, nëse ju kujtohet, nga viti 2006, unë kam qenë sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme dhe ambasadori kinez, edhe si shemisi erdhi dhe më kërkoi, tha, na jepni çik emrat e atyre, tha, me që ju kanë ardhur. Të ujgurëve. Dhe Ministria jonë e Brendshme në atë kohë nuk ishte e udhës që t'ja jepnim kinezëve. Dhe ai pastaj më tha, shiko, tha, unë erdha t'i kërkoj si miksa, se për emrat na i kanë dhënë amerikanët. E zot lezetshëm e kinezët. Unë erdha t'i kërkova miqësisht, megjithëse jam mikse, ne e dim. Po, këtë episod duhet them që fuqitë e mëdha, kanë miliona mënyra se si komunikojnë me njëra tjetrën, për është delikate. Dhe si kurse rusët nuk kanë nga t'ja mbajnë që Amerikanët japin koordinatat e objektivave ukrainësve dhe ata i gjujnë objektivave ruse me armë amerikane, me ndim amerikane, rakëshu satelitorin. Si kurse ndodhe me Iranin të shi, që kinezët dhe rusë japin objektivat që ku ndodhen trupat amerikane iranianëve për t'i goditur. Pra, ka edhe luft, po ka dhe marrëveshje me njëra tjetër. Ajo që më duket me interes për momentin historik në cilin ndodhemi, është që Hormuzi do mbahet mend si momenti i Suezit për anglezët. Momenti i Suezit për anglezët është në vitin 56, ndoshta do doj shumë kohë për ta shpjeguar, po mundohem me dy fjalë. Naseri nacionalizoi kanalin e Suezit. Britanikët francezë... Naseri e vranë, apo ishte ai para Naserit? Ai ishte Sadati ai që e vranë. Ai që vranë, po ishte Sadati. Dhe Britanikët, duke qenë që ishin superfuqi e botës, menduan të organizonin sulm ushtarak dhe po përparonin drejt që ta merrnin kanalin e Suezit. Amerikanët i thanë, do shesim të gjithë ato bonot e thesare që kemi në pound dhe nuk do i japim si aksioner kryesor në Fondin Monetar, nuk do merrni kredi. Qartë. Dhe përballë këtij presioni financiar, britanikët u detyruan u tërhoqën. Dhe ai mbahet mend si momenti kur Peranëria britanike përfundimisht mbas mbretërimit për 200 vjet u kthye në një fuqi e rendit. Dhe pse e bënte krahasim me Suezin? Këtë sepse ky do mbahet mend si momenti i rënies perandorisë amerikane. Ky të si fillimi, thua ti. Ky është, nëse sot në histori, kjo është shenja. Po, nëse sot në histori thuhet momenti i Suezit për britanikët, do thotë momenti i Hormuzit për amerikanët. Në këtë kuptim është historik. E bukur shumë kjo. Një sekundë, Sebastian. Ledio, mos ndoshta duhet të ikin të bëjmë një xhiro? Po, patjetër. Ikim atëre. Ku do ikim, do thosh ti? Vend furnizohemi, se po flasim për ekonomi, për naftë, për Hormuzin. Miq, ju kam thënë 100 herë, mos fusni çdo lloj tubi që ju del në rrugë në makinën tuaj, sepse do shkatroni makinën. Si thot miku jon Gupi, do keni gjithmonë çdo ditë çek motori. Ndaj për të shpëtuar nga kjo histori do shkoni vetëm tek ky karburanti këtu, ky stacioni me këtë logon që quhet SPOIL. SPOIL. Shkoni atje, dili me kask nga shtëpia, thoni do shkojmë
do iki të mbush makinat e SPO-ili, si shikën për të një kafe, për qef, ose për takuar dikë. Dakor? Mos su aventuro kot në për vëndet tjera, sepse nuk dije se qa fut makinën të ndaj. Makinat funksionojë do të marrë ushqim të mirë. Ky është ushqim i mirë. Merë frym, makina, motori performancë brillante, e papar. Ndaj duhet thënë bravo e SPO-il, është gjithandejnë për Tiranë, po dhe jashtë saj, bravo Said. Miku imi vjetës Said, pronari që i bën shërbim çdo ditë e SPO-ilit i papar. Rikthehemi në studio, sërish edhe pak minuta me të njëjtën temë, me të njëjtën fabull, me ambasadorin Roland Bimo Zonja Zotrin, i cili ka një karrierë 43 vjeçare, që ka filluar në Kinj, kur ishte i ri, me studimet atje, pastaj ka punuar në ambasadën shqiptare në Kinë apo jo ambasador, dhe pastaj nga Kina përfshiu pastaj Amerikën, Europën, madje ka qenë në Ungari, në një vend për cilin do flasim tani, pas pak, sepse janë zgjedhjet dielën dhe ambasadori me siguri duhet ditë diçka më shumë se ne të tjerët. Ambasador s'patë mund të mësojë ungarishten. Ja. Por ai s'ndënje. Ndënja 4 vjet atje? 3 vjet. 3 vjet. Ndërkohë vazhdojmë lajmet e fundit dhe ja fjalën Sebastianit. Po, e para le dijo një herë kur të futesh të imazhet dhe sa herë do i futesh, leje pak zërin fare sa në të bukura me zë, dëgjohen pak. Jo kështu. Thjesht gjatë kohës e flas dëgjohet pak zëri. Më thot e bukur analiza e ambasadorit, por anglezët më thot ishin totalisht të varur nga Suezi për të arritur në Indi dhe më tej. Ndryshe nga anglezët, amerikanët nuk janë të varur fare nga Hormuzi. Shikon ambasador, të kanë ndjekur një mesazh që më vjen. Në fakt, kompanitë amerikane fituan shumë nga mbyllja e ngushticës, Exxon Chevron patën rritje të madhe. Si i përgjigjesh? Problemi është që kur flasim për një moment historik, nuk krahasohen ngushtica me ngushticën, numri anijeve me numrin e anijeve. Momenti historik i rënjes së perandorisë britanike... Nuk kanë asnjë përfitimi, thonë ju, se sa përfiton. Momenti historik i tërheqjes së perandorisë amerikane nga angazhimet e veta botërore është... do mbetet ky. Do mbetet Hormuzi. Nuk ka të bëj... Qartë e kuptova. Ai që quhet moment historik. Sot po të hapësh librat e historisë apo të gjeopolitikës, po shikosh, bile edhe po në Google, po të momenti i Suezit apo momenti i rënjes së perandorisë britanike, do të dali menjëherë historia e Suezit, e shtetëzimit, e përpjekjeve për... Edhe kjo, themi Hormuzi, po mu ta quajmë Irani. Mbas 5 vjetësh, apo mbas 2 vjetësh, apo ndoshta edhe mbas 2 javësh, do thuash, kur është momenti që shënoi tërheqjen e perandorisë amerikane nga angazhimet e veta botërore? Lufta në Iran. Lufta në Iran, Hormuzi. Hormuzi, po. Se edhe ka dhe tingëllim, H-bomb, do më thënë, si bomba me hidrogen, Hormuzi, nga shumë analistë është konsideruar edhe bomba H. Po pse? Sepse pati efektin shumë herë më të madh se sa bomba bërthamore në raportet me Iranit, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo me Izraelin, apo me botën. Qartë. Pra me mbylljen, domethënë kërcënimi bërthamor i Iranit mund të ishte objektiv, po themi një bazë ushtarake, një qytet, etj. Kurse mbyllja e kanalit Hormuzit, sepse atje është zemra, kalon gjithçka. Kërcënon, do më falin në qoftë se dikush mendon që është argumenti i egzageruar, por kërcënon rreth 1 miliard njerëz nga uria në tetor-nëntor të këtij viti apo në dhjetor të këtij viti, nga mungesa e mbjelljeve për shkak të mungesës së plehut kimik që nuk del dot nga Hormuzi për të vajtur atje ku duhet. Nuk është vetëm nafta dhe gazi. Nuk është vetëm nafta dhe gazi, përkundrazi është plehu dhe shumë substanca të tjera, sikurse është heliumi. Pa helium nuk prodhohen dot mikroprocesorë, mikroqipa që përdoren edhe në raketa, edhe në avion, edhe në makina, edhe kudo. Pra janë disa gjëra që ajo që quhet supply chain, ajo linjat e furnizimit që janë krijuar prej dhjetra dhe dhjetra vjetësh këto linja e furnizimit dhe nuk mund të çvendosen në një periudhë kohe kaq të shkurtër. Po toka siç është mund të ushqejë maksimumi deri në 2 miliard njerëz. Pa ndihmën e plerave kimike, 6 miliard tjerë kërcënohen nga uria. Kështu që ajo që do mbetet në histori dhe shumë analistë financier, janë të mendimit që gja është vonë. Dëmi është bërë, Qartë. por armëpushimi i djeshëm i dha shpresë që do mund të kalonin, tash po bisedohet për korridore humanitare që iranianët të lejojnë kalimin e vaporave që janë ngarkuar me pleh, mund të arrihet drejt kësaj, po sidoqoftë, prandaj quhet H-bomb. Sepse ishte mbyllja e kanalit me pasojë shumë më të rënda për ekonominë botërore se sa ç'është përdorimi i bombës bërthamore. Seb, për ambasadorin çfarë pyetje ke? Ambasador, lufta, siç edhe ju e dini, është diçka shumë serioze. Kur dëgjuam Putinin që shkoi në Ukrainë e cilësoi ekskursion. Kur dëgjuam presidentin Trump që ishin në Iran,
edhe ai e cilësoi një ekskursion të vogël, të shkurtër. Pra do shkonin për disa javë, për disa ditë. Pse është zhvlerësuar kaq shumë? Çfarë ka ndodhur sipas jush? Pse cilësohen thjesht gjëra të vogla, lëvizje operacionale etj etj? Sindroma është, mund ta quaja e pruveta e Colin Powell, ose mund ta quaja gënjeshtrët e Tony Blairit, apo mund ta quaja gënjeshtrët e atij që ka qenë drejtori i CIA-s në momentin kur filloi lufta ai që është me origjinë greke. Ky. Iku jam tash. Nicolas Cage. Jo. Ish shef i CIA-s në kohën që ka një origjinë te nga punoj. Nga që paroj bilet ata. Nga që paroj është, e harova dhe unë tani. Të na kujtohet, nuk është ajo më rëndësishme. Ja do na vim tani, do na vim mesazh direkt. Më rëndësishëm është fenomeni. Pra, dikur kur unë kam pas tentuar të mësoja diçka nga diplomacia, më mësonin që diferenca linje perëndimi ishte që në perëndim është profesionalizmi, pastaj besueshmëria, në lindje, nga eksperienca sovjetike, ishte besueshmëria, pastaj profesionalizmi. Këtu tash janë ndruar rolet. Në perëndim, në Amerikë, në radhë parë, është futur besueshmëria dhe pastaj profesionalizmi, sikurse ajo që po ndodhet në ushtrinë amerikane, ku nuk po pyesin më për ti je profesionalist, po boll ti je besnik i presidentit që mund të zbatosh edhe urdhra të cilat ligjërisht janë të pazbatueshme. Pra, nëse zoti president do kishte dhënë urdhër të zbatonte atë që u angazhua në Truth Social, do zhdukte qytetërimin, secili prej gjeneralëve që do të zbatonte atë urdhër do të vepronte në kundërshtim me ligjet amerikane dhe me ligjet ndërkombëtare që dënojnë genocidin. Pra, i është dhënë prioritet, për të përgjigjer pyetjes së Sebastianit, pse ndodh kjo? Zoti Trump neglizhoi të gjitha informacionet e agjencive të veta të zbulimit në rastin e Iranit. Ti s'di, ti s'merr vesh, ti je kështu, ti je demokrat. Një tre generalë që i shkarkoi tani. 5. Eja generalëve është për ushtrinë, por gjitha kanë një 17 agjenci informacioni që janë në formë piramidale. Dhe siç tha Joe Kent, ai që dha dorëheqjen, të 17 ato kishin thënë që nuk ka kërcënim imediat dhe nuk ka kërcënim dhe Irani nuk është në procesin e zhvillimit të armëve bërtamore. Megjithatë, sikur se tha dhe për Tulsi Gabbard para 7-8 muajsh Trumpit, dhe ajo s'digje kur u pyet në bordin e avionit, ajo thotë që nuk ka rrezik nga Irani për armë bërtamore, dhe ajo nuk digje. Pra, zoti Trump beson më shumë informacionin që i shkon nga Izraeli, se sa informacionin që i shkojnë nga agjencitë e veta. Izraeli natyrisht që ka interesat e veta në mënyrën se si e ushqen informacionin që t'i shërbej interesave të Izraelit dhe jo ai informacion që është real. Pra, me një fjalë, nëse do të përfundida me një fjalë përgjigjen George Tenet do ishte politizimi i tejskajshëm. Kush do bëhet kok turku, Netanyahu apo Trumpi? Kam përshtypjen që zoti president i ka marrë masat që sido që ti puna do i fitojë zgjedhjet atje me manipulimet që po bëhen qysh tash për këto komisione zgjedhore, domethënë është hera parë që kaloi ligji që do ketë një regjistër federal të zgjedhjeve, njerëzit duhet pajisen me letër njoftimi. Dhe ne na duket habi që tash ti do pajisen me letër njoftimi me fotografi. Se përpara ata votonin kështu, pra deri kohën e Biden votonin edhe pa letër njoftimi njerëzit. Më duket se kam arritur edhe unë në 92-shin në Amerikë, ku gënjeshtra nuk konceptohet dot, nuk ekzistonte ideja që njeriu mund të gënjej. Pra të shkosh ti të thuash që unë jam Roland Bima, apo të shkoj unë. Nuk e kanë ata, nuk e kanë fare. Tashi mundet që e kanë mësuar. Tashi mund e kanë mësuar, po. Janë 40 fjetuar dhe nga ne. Janë 30 vjet mbrapa. Por në atë kohë duhet të them që ti shkon dhe voton, nuk kërkon të njeri në një dokument identifikohesh se kush je. Po detyrimisht nuk është detyrimisht gjë e keqe kjo që kërkon Trumpi apo jo, të kenë letër njoftimi. Ndoshta amerikanët janë zgjuar. Patjetër që nuk është gjë e keqe, përkundër është shumë e mirë se më kushtet kur kanë hyrë 15 milionë apo 20 milionë emigrantë, situata shpejt ndryshe. Nga ana tjetër, motivet për të cilat bëhet nuk është janë aq kristiane, meqenëse kemi të bëjmë edhe me kristianë të pekur tash në administratën amerikane. Kështu që pra ti thuan pastaj për të përgjigjer pyetjes Sebastiani nuk do ketë kokturku, as Bibi, as Trumpi, as Donaldi. Nuk jam i sigurt për të parin. Se Bibi dhe mund të bëhet. Ambasador, kjo analizë... Domethënë, më fal, vetëm një fjali. Izraeli dhe Irani kanë qenë pjesëtarë, antarë të jashtëzakonisht të rëndësishëm të binomit për të pasur një tension strategjik konstant në lindjen e mesme, për të shitur armë, pra për të fituar para nga shitja e armëve, dhe po të shikosh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ato që kompanit që janë më me fitim në bursë, janë kompanit që shesin armë. Pra atyre ju shërben. Në fakt, më duket se kemi prekur diçka për sa i përket
kompleksit financiar transnacional, vendet e gjithë duke qenë me peshë në këtë kompleks, Abu Dhabi, Dubai, qendrat e tjera, të cilat nuk duan luftë sepse ato dhe ujin e marrin nga këto fabrikat e ujit. Shfrytëzimit, po. Kështu që një dron i dorës fundit që bën një $2-3.000 mund të shkatërrojë një fabrik uji. Në këto kushte do duhen dobësuar të dy këto element që i kanë shërbyer tensionit strategjik në 30-40 vitet e mëparshme. Irani, si thatë edhe juve me shumë të drejtë, është degraduar në mënyrë të ndjeshme për sa i përket infrastrukturës, aspektet ushtarake, etj. Kështu që ka shumë të ngjarë që të jenë më të predispozuar për të negociuar, mos jenë death to America nga mjesi deri në darkë, domethënë. Dhe duke ja hequr këtë vdekje e Amerikës dhe vdekje e Izraelit nga fjalori, detyrimisht do duhet ekuilibruar edhe me një ulje të toneve nga Izraeli, të cilën nuk e bën dot ky kryeminist që është, pra duhet një kryeminist tjetër. Ambasador, kur dëgjoj këtë që thoni ju, kur lexoj autor shumë mirë në Perëndim, ato që ju përmendët të tjerë në Itali apo në Gjermani apo në Amerikë, thon këtë që thoni ju. Kur shohim në Shqipëri diskurin mainstream, po të thuash gjysmën e këtyre që thua ti quajnë radikal islamik. Pse? Perëndimi ka kohë që jeton atë fluskën e vetë të informacionit, që i thonë njëri tjetrit atë që duan të thonë ata vetë, ju ma thoni mua, unë ta them ty, nga mjesi deri në darkë, qarkullon kjo dhe është krijuar kjo klishe. Kam përshtypjen që nuk do në një mundim të madh që gjithse kushit ketë një mendje vetëm bazuar në fakte. Për mendimin tim, e rëndësishme është çfarë ka logjik. Jo se çfarë thot gazeta në mëngjes dhe çfarë merr gazeta nga CIA apo nga Mossadi apo nga MI6 për t'u thënë njerëzve, dhe pastaj e merr një agjenci dhe e jep tjetrës. Kam jo një eksperiencë madhe me mjetet e informimit publik, po diçka, duke qenë diplomat, jam munduar edhe unë të bëhem spin doctor në njëherë për të dhënë informacione që më interesojnë mua, duke ndarë për gjysmë të vërtetën, duke e thënë gjysmë të vërtetë sot, gjysmë nesër, që të dyja bashkë bëjnë një gënjeshtër të madhe, duke u thënë të ndara nga njëra tjetra. Kështu që boton, në rrasë se unë do isha në gjendje në Austri, botojnë diçka ke Der Standardi apo ke APP-ja, Agjencia e Lajmeve, me njëherë do të merrte një agjenci shqiptare e lajmes dhe jepte 5 gazetave, dhe pastaj unë do interesohesha që ato t'ja jepnin prapë agjencisë lajmeve në Austri që ta botonin, dhe pastaj unë do merr prapë, dhe jesi ke pasyrat që ti e jep, ai e jep, ti e jep, ai e jep. Kjo ndodh në Perëndim me lajmet. Lajmet janë në një masë konsiderueshme të kontrolluara, prandaj kërkohet një arshëtim logjik, që kjo që thuhet bën sens apo nuk bën sens. A mund ta shohim këtë luftë që u zhvillua si një përballje e parë e dy superfuqive, Kinës dhe SBA-s, me dy aleatët e vet, Izraelin dhe Iranin? Besoj që po, domethënë ky pohim ka shumë të vërtetë brenda, po jo nuk është e gjithë e vërteta. E qartë, prandaj po të pyes domethënë si e ndan. Ka goxha element brenda, domethënë fuqitë e mëdha gjithmonë tentojnë të tatojnë pulsin e njëra tjetrës deri ku shkon njëra apo tjetra, dhe prandaj nuk shumë rrallë ndodh në rast se do kishte përplasje midis fuqive kryesore, Amerikë, Kinë, Rusi, Amerikë dhe anasjelltas, do ishte katastrofë. Ndërkohë që tentohen Ukraina, Irani, Izraeli, që ku jemi, ku mund të bashkëpunojmë dhe ku ndahen interesat tona. Kështu që në këtë këndvështrim ka goxha elemente të një proksi midis... Ti ke një tezë interesante për bashkëpunimin izraelito-amerikan lidhjen e mesme. Puqen apo jo interesat në rajon? Janë totalisht kontradiktore. Pikërisht për këtë. Sepse vetmja pikë ku Izraeli bashkohet me Iranin është largimi i bazave amerikane. Sepse Izraeli duke u rritur si fuqi ushtarake dhe duke u rritur si fuqi me influencë të jashtëzakonshme në rajon, mbas Sirisë, mbas Libanit, mbas Hamasit, Gaza etj. Ajo si thua mbajtja nën kontroll nga ana e Amerikës apo kërkesa apo domosdoshmëria që t'u marrë leja amerikanëve për çfarëdo që bën në lindjen e mesme, nuk i pëlqen më, nuk i përshtatet më trupit të madh të Izraelit që është krijuar, pra është krijuar një jo si shtrirje toksore, por është krijuar një Izrael shumë i fuqishëm që nuk do të jetë në çek nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë këndvështrim është i interesuar që të largohen bazat dhe të ketë fushë të lirë veprimi. Do thuash si mund të jetoj Izraeli pa ndihmën e Amerikës.
ndihmën Izraeli nuk ka marrë nga bazat amerikane në rajon, ndihmën Izraeli merr nga Washingtoni, dhe në Washingtoni ka të gjitha mazat, ka IPEC-un, ka të lobin e Izraelit, i cili e ka të garantuar për një farë kohe, se është e vërtet që humbësi më i madh në këtë luftë edhe në këtë situatë që është krijuar është influenca e Izraelit në Amerikë. Pra, është dëmtuar jashtëzakonisht rënd. Një pjesë konsiderueshme e rinisë, apo një pjesë konsiderueshme e magës, Amerika e para, është, si thua, kthyer kundra Izraelit, që do t'i kushtojë në të ardhmen, por për momentin është kjo gjendje që është. Ledio, ka njerëz, se kam mëruar ta them të gjë, që hanë, punojnë dhe shohin televizion në krevat. Pastaj thonë, pse s'më zë gjumin? Një këshill kam, krevatin mbaje vetëm për 2 punë, për gjumë dhe për qef. Mos se bëj lëm shtrurin që të mos di kur duhet të fiket. Besoj isha i qartë. Dhe për këtë, urgjente Dorelani. Dorelani është një super brand italian me mbi 55 vjetë përvojë dhe mbi 2000 dyqane në gjithë botën. Është i papar Dorelani, për i shkat ka e bërë me gjumin. Por që na thotë, deri në fund të prillit, Dorelani na kujton, zonja zotëri, se duhet të shkojmë urgjent atje, për një arsye të vetme. Ka një ullje çmimesh të papar, po kujdes, deri në 28 prill. 50% te koleksionet e reja veç. Kujdes. Keni dyshekje për sportistët. Keni mbështetje ortopedike, keni për ergonomi të plot, keni gjumë të thellë. Gjumit nuk duhet t'i bëhet kompromis, mos harroni asnjëherë. Një dyshek Dorelan është diferenca midis midis një zgjimi të lodhur dhe një ditë plot energji, mbani mend të gjë. Keni 10 vjet garanci të Dorelani kur e merrni dyshekun, madje po si pëlqeu, e mbani një muaj dhe mund ta ktheni me lekën mbrapsht, pa parë pa dëgjuar. Nuk ndodh ndonjëherë, por çon si ka, e keni si opsion. E gjeni ose te Tegu te -1, ose në autostradë e qendra tregtare Prestige Home, kilometri 12, ose përballë kompleksit Deli Orgji, te rruga e Kavajës, shkruan Dorelan. Dormire bene, vivere meglio slogani. Bravo Dorelan, papar. Ne sigurisht do flasim sërish për këtë anë pushim, të quatur anë pushim, të shohim atë jetë anë pushim 2 javor dhe filloi lufta sërish. Shohim ç'do bëj Izraeli. A është kjo një mënyrë për darë si shtë ambasadori përfundimisht nga kjo histori, që mos dalim me turp, të 2 parët kanë shpallur fitore. Prap historia unë them që do vazhdoj, nuk do mbyllet kaq shpejt. Kështu që ambasadorin me kismet zoti do jemi sërish. T'jam mbyllja me një pyetje. Jo, po kam frikë se s'kemi kohë, se është pa çerek ora, duhet të ruajmë në një gjë për javës tjetër. Okej. Duhet kaloj në një çështje që ambasadori jam i sigurt e ka për zemër, sepse e ka jetuar në Hungari 3 vjet, ka punuar atje, ka qenë ambasador, dhe me që zgjedhjet janë të dielën në Hungari, unë nuk dua, jam shumë kurioz të di mendimin e ambasadorit që e njeh se çfarë, se e di